Artisti i mirënjohur Matjan dhe mbajtësi i titullit Mjeshtër i Madh Satruka po prezantohet kohë të fundit para publikut jo vetëm si këngëtare promovuesi i kulturës popullore, por edhe si autor librash studimor. Botimi i tij më i ri, Lojra popullore, Mati u promovua në ambientet e shkollës së mesme të bashkuar 26 Korriku në Bruç, vendi ku vetë autori hodhi hapat e parë në veprimtaritë kulturore shumë dekada më parë. Promovimi në Bruç nuk ishte i rastësishëm, një pjesë e rëndësishme e ilustrimeve të librit janë realizuar në pjesëmarrjen e nxënësve të kësaj shkolle, të cilët kanë interpretuar dhe demonstruar lojrat tradicionale të përfshira në botim. Drejtori i shkollës Argjend Canameti e cilësoi librin si një kontribut të çmuar për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe një vlerë të shtuar për brezat e rinj. Në mesin tonë kena studiusin, bashkëautorin e disa librave, kompozitorin Zotin e Satruka. Ka ardhur me promovu librin që ne e kena punu në lojrat popullore këtu, bashkë me ju dhe me profesorin. Kena ba 7 lojra popullore të zonës. Si që kena ba në këtë libër, ne kena të gjithë fotot tona. Po t'i hapish një për një, është një libër shumë i bukur, është një libër me shumë vlerë, është një libër me shumë gjana të trashëgimisë tonë, të ardhmes tonë. Unë vetëm e falenderoj profesorin, i uroj jetëgjatësi dhe i uroj suksese në botime të tjera. Në fjalën e tij autori Satruka falenderoi nxënësin dhe stafin pedagogjik për bashkëpunimin, duke theksuar se pa përfshirjen e tyre nuk do të ishte mundur pasqyrimi kaq autentik i shumë lojrave popullore. Ai vlerësoi interesimin e të rinjve për traditat dhe rëndësinë e ruajtjes së tyre. Ju përgjigjet me njëherë idees time për të përfshirë një libër studimor atë që të parët tonë, të parët tuaj, i kanë luajtur, i kanë krijuar në radhë parë, i kanë luajtur, janë argëtuar, mbi të gjitha kanë shpalosur mençurinë, intuitën, por edhe solidaritetin, marrëdhëniet midis tyre. Kështu që është një pjesë e traditës tonë të nderuar dhe nuk kishte se si të kalonte pa lënë gjurmë. Më pas se gjatë një bashkëbisedimi me mësuesit e shkollës, Rruga theksoi se lojrat popullore përbëjnë një pjesë të rëndësishme të identitetit kulturor shqiptar dhe se dokumentimi i tyre në formë të shkruar është mënyra më e sigurt për t'u përcjellë brezave të ardhshëm. Ky është një libër pak i veçantë, madje në qoftë se Satruka njihet si një artist amator ose si një artist ose si një drejtues i aktiviteteve, i ansambleve deri tek festivali folklorik kombëtar Gjirokastër, i cili është eventi më i madh i trashëgimisë. Pak çudi është që ky njeri shkruan edhe për lojrat popullore. Mund t'ju them që ky është një opinion i pa vjen si rezultati i asaj që është krijuar në mendsinë, një njeri, një artist mund të jetë i profilizuar vetëm për artin në skenë, ndërsa një drejtues kulture, një studiues i terrenit, vlerave të trashëgimisë, është e pamundur pa u mbështet edhe tek lojrat popullore, të cilat janë pjesë e fantazisë si një vendi, si një populli, janë pjesë e intuitës, e zgjuarësisë, e mençurisë së tyre, e nevojës për të përmbushur jetën, kohën. Dhe fatmirësisht ne këtu kemi disa lojra që janë të ndara, të klasifikuara sipas mundësisë që mua më dha. Janë për malin, janë për fushën, janë për ujin, janë për vendet fushore, të pa ujë. Domethënë ka një dimension terreni në radhë parë, ka një dimension mençurie, aftësie fizike dhe e gjithë, si më thanë ajo, struktura njerëzore, intelektuale dhe fizike e përfshirë për të lënë disa gjurmë shumë interesante sigurisht. Sot është pak çudi kur e mendon se interneti ka bërë punën e saj. Statet shoqërore qarkullojnë, lëvizin, shkojnë deri në pika ku fillon të çuditesh me origjinën, por kur kjo origjinë shkruhet dhe mbetet, arkivohet, ajo është një shans i mirë që t'jepet për të bërë zëdhanës i këtyre vlerave.
Libri Lojra popullore Mati përmbledh 145 lojra tradicionale, nga të cilat rreth 70 i përkasin veçanërisht krahinës së Matit, duke e kthyer këtë botim në një pasuri të rëndësishme etnografike dhe kulturore.